Lëvizja vetëvendosje ka përgatitur emrat që mund të propozojë për postën e presidentit të ardhshëm të Kosovës, por për momentin nuk priten që ata të bëhen publik. Deklarata është bërë nga Klauk Konjufca, numri 2 i qeverisë në detyrë dhe një prej figurave drejtuese të lëvizjes së vetëvendosja. Ai tha se partia e tij është e gatshme për fazën tjetër të diskutimeve me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por publikimi i emrave para negociatave do dëmtonte këtë proces. Sipas Konjufcës, tashmë ekziston një mundësi reale që takimi i radhës ndërmjet kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kreut të LDK-s Lumir Abdigjiku të prodhojë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Ai bëri të ditur se nuk ka informacion për një ftesë zyrtare për takimin e radhës, ndërsa kujtoi se nga LDK-ja është paralajmëruar se një takim i tillë pritet të zhvillohet gjatë kësaj jave. Negociata mes dy partive vjen në një moment kritik për institucionet e Kosovës. Mandati i Vjosa Osmanit si presidente përfundoi në prill dhe mungesa e konsensusit për paraardhësit e saj çoi vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme në qershor. Pas zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje dhe LDK nuk arritën marrëveshje për bashkëpunim në formimin e qeverisë, por palët kanë nisur diskutimet për një çështje tjetër kyçe, atë të zgjidhjes së presidentit. Në takimin e parë është diskutuar profili që duhet të ketë kreu i ri i shtetit, ndërsa tash pritet që palët të kalojnë në propozime konkrete. Nga LDK-ja është deklaruar gjithashtu se partia pritet të paraqisë emrat e saj për këtë post. Kryetari i saj Lumir Abdigjiku ka theksuar më herët se presidenti duhet të jetë një figurë që mund të sigurojë mbështetje të gjerë dhe të mos identifikohet të ngushtë me një subjekt politik. Takimi i ardhshëm Kurti Abdigjiku mund të jetë vendimtar për zhbllokimin e procesit. Palët duhet të gjejnë një emër që të jetë i pranueshëm dhe të dyja subjektet që të sigurojnë mbështetjen e nevojshme parlamentare për të shmangur një tjetër krizë institucionale në Kosovë.